Koncerti premieri i Orkestrës Simfonike të Korçës erdhi si një kartolinë e veçantë urimi për festat e fundvitit, duke mbushur sallën e teatrit Anonza Koçajupi në Korçë me tinguj solemn, emocione të forta dhe frymë shprese. Nën interpretimin profesional të instrumentistëve, repertori i zgjedhur nga kompozitor me famë botërore si Strauss, vepra si My Way, Zorba apo Baresha nga repertori shqiptar e të tjerë, solli atmosferën e festave, duke ndërthurur elegancën e muzikës simfonike me ndjesinë e gëzimit që shoqëron ditët e fundit të vitit. Është një nga qytetet e traditës dhe ka qenë që vitet para 30 dhe t'ju them një detaj, që në kohën kur Samanashi erdhi me bandën në vitet 1920 për të mbështetur pikërisht lëvizjen që u bë kundra Italisë në Vlorë dhe që bëri këngën e fashme Vlorës, një nga qëllimet që donte tapte ishte filharmoni dhe do ta bënte në Korçë. Në Korçë të ndjej me kaq shumë kënaqësi dhe përgjegjësi, duke parë thotë dhe një publik të veshur jashtëmase shik. Flas edhe nga pozita e drejtorit të shkollës muzikës, po së shpejti vjen një brez shumë i mirë me instrumentistë dhe ne do përpiqemi ta pastrojmë ato sektorë që mungojnë realisht. Në këtë mbrëmje festive, muzika klasike u bë gjuhë bashkuese, që përcolli paqe, harmoni dhe ngrohtësi për çdo ardashës të pranishëm.